sarnë pushimi SBA Iran. Nga mesnata, dizeli shitet 7 denar më lirë. Kryeministri u bën thirrje tregtarëve që të ulin çmimet e produkteve bazë pas uljes së çmimit të naftës. Gjykatësit e lartë europian vizitojnë Shkupin, deklarojnë se pamjet e financiare nuk mund të ketë gjyqësor të pavarur. Nga nesër pritet mot me shi të rrëmbyeshëm, breshër dhe bubullima. Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se takohemi në lajmet e orës 15:55. Komisioni Rregullator i Energjetikës vendosi që nga mesnata çmimi i dizelit të ulet për 7 denar për litër, ndërsa çmimi i benzinave për 4 denar në litër. Vendimi për uljen e çmimit të derivateve të naftës vjen pas marrëveshjes së pushimit mes SBA-s dhe Iranit. Sipas komisionit, rënja vjen si rezultat i uljes së çmimeve referente në tregjet botërore, ku benzina është liruar për mbi 8%, ndërsa nafta dhe vaji ekstrailekt kanë shënuar rënje prej më shumë se 12%. Fundi qershori sjell lajme të mira për shoferët e automjeteve, pasi Komisioni Rregullator për Energjetik ka vendosur uljen e çmimeve të derivateve të naftës me një mesatare prej 6.61%, krahasuar me vendimin e javës së kaluar. Çmimet e derivateve të naftës u ritën ndjeshëm pas fillimit të luftës mes SBA-s, Izraelit dhe Iranit, madje duke filluar me shifra dyshifrore e për të vazhduar më pas edhe me rritje më të lehta, ndërsa sot, kur lufta është ndërprer, Komisioni ka vendosur që çmimi i dizelit të ulet për 7 denar për litër, kurse i benzinës për 4 denar, të cilat do të hyjnë në fuqi nga mesnata. Sipas KRR-s, rënja vjen si rezultat i uljes së çmimeve referente në tregjet botërore, ku benzina është liruar për mbi 8%, ndërsa nafta dhe vaji ekstra i lehtë kanë shënuar rënje prej më shumë se 12%. Me vendimin e ri, çmimi i benzinës Euro Super BS 95 do të shitet për 84 denar për litër, ndërsa Euro Super BS 98 do të kushtoj 86 denar për litër. Rënje më të madhe ka shënuar dizeli dhe vaji ekstra i lehtë për anvisëri, me çka dizeli do të shitet për 80.5 denar për litër, ndërsa vaji ekstra i lehtë për anvisëri për 79.5 denar për litër. Më lirë do të jetë edhe mazuti, çmimi i të cilit ulet për 3.932 denar për kilogram, dhe nga nesër do të kushtoj 42.291 denar për kilogram. Kryeministri Kristian Mickoski ka deklaruar se tregtarët duhet që të ulin çmimet e produkteve bazë si përgjigje ndaj uljes së çmimit të derivateve të naftës. Ai deklaroi se me përfaqësuesit e kompanive distribuese dhe marketeve për të diskutuar për këtë temë. Pas uljes së çmimeve të derivateve të naftës, kryeministri Kristian Mickoski paralajmëroi tregtarët se duhet edhe ata të ulin çmimet e produkteve bazë, të cilat janë shtrejtuar muajt e fundit. Ai tha se sot do të ketë takim në qeveri me përfaqësuesit e kompanive distribuese dhe marketeve për të diskutuar për këtë temë, duke shtuar se nëse tregtarët nuk i ulin çmimet, qeveria do të ndërmarrë masa adekuate. Porësia ime do të jetë e qartë, kriza po përfundon, qytetarët treguan tolerancë, tani është koha që atyre t'u kthejnë këtë dhe më njëherë të fillojnë me uljen e çmimeve të produkteve, veçanërisht të produkteve bazë ushqimore. Ne si qeveri kemi mekanizma për të reaguar nëse kjo nuk ndodh, nuk pranoj arsyetime dhe justifikime. Nëse në ditët në vijim nuk shihet reagim nga ana e tyre, do të reagojmë dhe atë në afat të gjatë. Ai më të ishtoi se nuk do të pranoj arsyetime dhe paralajmëroi kontrolle të përforcuara dhe inspektime nëse në ditët në vijim nuk pason reagim nga tregtarët. Produktet ushqimore bazë duhet i nënshtrojnë një korrigjimi, sepse qytetarët ishin tolerante dhe tani është koha që t'u shpaguajnë qytetarëve dhe do të bëjmë ndonjë krahasim se si janë çmimet në rajon, si janë çmimet e ne për disa nga produktet ushqimore dhe disa markete të caktuara. Nëse ka nevojë prej nesër, do t'i publikojmë me emër dhe mbiemër.
Muajt e fundit ka pasur rritje të çmimeve të produkteve bazë si pasojë e rritjes së çmimeve të derivateve të naftës, të cilat u shtrenjtuan pas shpërtimit të luftës në Iran, sipas të dhënave të lidhjes së sindikatave të Maqedonisë. Shporta minimale sindikale për muajin qershor është vlerësuar të jetë 68.654 denar për të mbuluar shpenzimet bazë mujore. Partnerët e koalicionit VMRO Vlen dhe Znam kanë filluar tashmë bisedimet për rikonstruimin e qeverisë. Kryeministri Kristian Miskoski tha se bisedimet po zhvillohen në frymë konstruktive dhe paralajmëroi se ato do të vazhdojnë edhe gjatë kësaj jave. Ndërkohë kryetari i Kuvendit Afrim Gashi deklaroi se preferon mbajtjen e zgjedhjeve të rregullta parlamentare. Në parim, unë jam për zgjedhjet e rregullta parlamentare, por nëse vendoset që të mban edhe zgjedhjet e parakohshme, nuk përbën asnjë problem dhe jam i gatshëm. Kështu deklaroi kryetari i Kuvendit Afrim Gashi gjatë një brifingu me gazetarët, ku tha se mandati 4 vjeçar duhet të përfundojë dhe se zgjedhjet e parakohshme janë të kushtueshme. Ndërkaq, pas 2 vite qeverisje, partnerët e koalicionit VMRO Vlen dhe Znam vetëm se kanë filluar bisedimet për rikonstruimin e qeverisë. Për këtë, kryeministri Kristian Miskoski tha se bisedimet po zhvillohen në frymë konstruktive dhe paralajmëroi se ato do të vazhdojnë gjatë kësaj jave me pritshmëri që të përfundojnë deri në fundjavë. Takimet e para u zhvilluan në një atmosferë konstruktive. Gjatë kësaj jave do të kemi sërish takime dhe pret që ato të jenë përfundimtare, ndërsa gjatë fundjavës i gjithë procesi të formalizohet, si me emrat, ashtu edhe me detajet e tjera specifike. Ai shtoi se në kuadrat e këtyre bisedimeve është diskutuar edhe mundësia e ndryshimit të disa resorëve qeveritar. Përfaqësues të lartë të 13 gjykatave supreme nga Europa Qendrore dhe Lindore, si dhe gjyqtar nga Shtetet e Bashkuara u mblodhën në Shkup për të diskutuar rreth sfidave të gjyqësorit. Presidentja e vendit Gordana Siljanovska-Davkova theksoi se mbështetja financiare mbetet kyçe në pavarësinë e gjyqësorit. Pavarësia e gjyqësorit, besimi i qytetarëve dhe nevoja për komunikim më të mirë midis gjyqtarëve dhe publikut janë fokusi i konferencës së 16 vjetore të kryetarëve të gjykatave supreme nga Europa Qendrore dhe Lindore, e cila po mbahet sot dhe nesër në Shkup. Presidentja e vendit Gordana Siljanovska-Davkova theksoi se roli i gjykatave supreme është thelbësore në stabilitetin e demokracisë. Ai shtoi se mbështetja financiare mbetet kyçe në pavarësinë e gjyqësorit. Mbetëm në qëndrimin se kanë të drejtë të gjithë në gjyqësor dhe në të gjitha institucionet tjera se pa mjete financiare nuk mund të ketë gjyqësor të pavarur dhe jo vetëm kjo, por nuk mund të ketë as efikasitet. Kryetari i Gjykatës Supreme Afrim Fidani foli për besimin e qytetarëve në gjyqësor në vendin tonë. Të jemi realistë dhe objektiv, besimi qytetarëve në gjyqësor nuk është në nivelin e pritshmërive kuptohet, por ne duhet të punojmë në këtë drejtim përmes procedurave efikase, zbatimit të vazhdueshëm të ligjeve dhe veprimeve të shpejta, për të përmirësuar dhe kthyer besimin. Gjykatësi federal i SBA-s David Campbell theksoi se konferenca mundson shkëmbim përvojash për përballje me sfidat e përbashkëta. Kjo konferencë ekziston tashmë 16 vite. Qëllimi i konferencës është që të mblidhen gjykatës, të shkëmbejnë përvoja, të mësojnë nga njëri tjetri dhe të bëhen më të mirë. Ka shumë gjëra që mund t'i mësojmë nga përvojat e të tjerëve, po përballemi me shumë sfida të përbashkëta mbar botës. Drejtori i Institutit CELI, Robert Strang, e përmendi nevojën e një qasjeje në komunikimin e gjykatësve me publikun. Mendoj se një nga çështjet thelbësore e cila lidhet edhe me gazetarët është mënyra me të cilën komunikojmë. Sot ajo duket plotësisht jo reale dhe vjetruar, që gjykatësit të flasin vetëm përmes vendimeve të tyre të shkruara. Tani çështja është si të komunikojmë opinionin dhe të sqarojmë se përse vlen drejtësia. Konferenca organizuar nga Gjykata Supreme e Maqedonisë mblodhi së bashku përfaqësuesit më të lartë të 13 gjykatave supreme nga Europa Qendrore dhe Lindore, si dhe gjyqtar nga Shtetet e Bashkuara dhe ekspert nga organizatat ndërkombëtare. Drejtuesja e Ministrisë së Financave ka folur sot për kërkesat e një grupi të punësuarve në klinikën e fëmijëve. Ministrja e Financave Gordana Dimitrievska-Koçovska tha se në vitin e fundit për këtë klinik janë dhënë miratime për punësime në kohë të pacaktuar për 38 persona, ndërsa ka thënë se nuk mund të japin vendime vetëm për këtë klinik.
Ministra e Financave Gordana Dimitrieska Koçoska, duke folur sot për një grup të punonjësve të klinikës për fëmijë të cilët kanë ngelur pa kontrata pune, tha se dikasteri që ajo drejton jep miratim në bazë të mjeteve të disponueshme të çdo institucion. Ajo tha se vitin e fundit për këtë klinik janë dhënë miratime për punësime në kohë të pacaktuar për 38 persona. Sipas saj, janë miratuar edhe disa avancime të tjera dhe shtoi se ministria nuk mund të jap miratime për punësime vetëm për këtë klinik, por duhet të shohin edhe nevojat e klinikave të tjera. Kur bëhet fjalë për miratime për punësime, nuk bëhet fjalë për mjek dhe personel mjekësor dhe atë nëse e pyesin drejtorin le të nxjerrë miratimet që të shohim nëse nga Ministria e Financave deri më tani ka qenë i refuzuar për mjek dhe personel mjekësor. Madje edhe avancime kanë vitin e fundit. Ka pasur shumë avancime posaçërisht për mjek, avancime ka pasur edhe për motrat medicinale. Sa i përket personelit teknik, duhet të bëhet harmonizim në përputhje me atë që është në dispozicion në aspektin e mjeteve. E pyetur në lidhje me kontratat e këtyre punëtorëve, ministria tha se për këtë çështje duhet të përgjigjet drejtori se si kanë shkuar ata njerëz në punë pasi nuk kanë pasur kontrata. Unë nuk njoh dikë të atill që të shkojë në punë ndërsa të mos ketë marrëveshje. Pyesni drejtorin, ai duhet ju përgjigjet në këtë pyetje. Kujtojmë se rreth 50 të punësuar në klinikën për fëmijë në Shkupi javë më parë protestuan para Ministrisë së Financave pasi nuk kanë marrë paga 5 muaj, ndërkaq Ministria e Financave nuk ka dhënë pëlqim për vazhdimin e kontratave të punës. Prokurorisë po i kërkohet që të hetojë për disa skandale të pretenduara në ndërmarrjen publike të rrugëve shtetërore. Kryetari i komunës së Sarajit, Muhamet Elmazi, ka akuzuar ish drejtorin e ndërmarrjes Eyup Rustemi se ka ushtruar presion ndaj njerëz prej kompanive më të mëdha europiane për prodhimin e gardheve mbrojtës që e njëjta të mos marrë pjesë në tender të hapur në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Për më tepër, sipas Elmazit, në këtë rast është favorizuar një kompani serbe. Kryetari i komunës së Sarajit, Muhamet Elmazi, në një konferencë për media tha se kërkojnë nga prokurori publik Islam Abazi që menjëherë të hap lëndë dhe të verifikojë të gjitha informacionet që lidhen me furnizimet publike, gardhet mbrojtëse dhe shumat milionëshe. Sipas Elmazit, për shkak se janë publikuar informacione skandaloze lidhur me punën e ish drejtorit të ndërmarrjes publike për rrugë shtetërore, Eyup Rustemi. Siç tha Elmazi, pretendon se Rustemi ka ushtruar presion ndaj njërës prej kompanive më të mëdha evropiane për prodhimin e gardhave mbrojtës që e njëjta të mos marrë pjesë në tender të hapur në Republikën e Maqedonisë së Veriut, ku, sipas Elmazit, një kompani evropiane është shtyr anash, ndërsa rruga ju është hapur një kompanie nga shteti serb. Nëse siguria e qytetarëve është vënë në pazare që një tender t'i takojë një kompanie serbe, atëherë, a duhet të presim tragjedi të reja si ajo e vendbanimit Laskarës, që institucionet më në fund të zgjohen. Nëse prokuroria themelore publike për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit hesht përballë këtyre informacioneve serioze, atëherë pyetja lind vetvetiu. A e di Islam Abazi se prokuroria duhet të veprojë sipas zërit publik, apo i njëjti pret të dëgjojë se çfarë do t'i thotë Ali Ahmeti? Elmazi theksoi se nuk flitet për tender të zakonshëm, por për eliminim konkurrence, për favorizim firme dhe për shumë milionëshe dhe me lojra me para të qytetarëve. Dhe sipas tij, më e rëndë është bërë se bëhet fjalë për gardhe mbrojtëse, që nuk janë zbukurime që vendosen në rrugë, por janë pajisje që lidhen drejt me sigurinë e njerëzve. Ish drejtori i ndërmarrjes publike për rrugë shtetërore Eyup Rustemi ka reaguar ndaj akuzave të koalicionit Vlen, duke mohuar kategorikisht se ka ushtruar ndikim në një procedurë tenderuese për furnizimin e gardheve mbrojtëse. Në reagimin e tij, Rustemi thekson se gjatë kohës sa ka drejtuar institucionin nuk është zhvilluar asnjë tender për këtë lloj furnizimi, duke shtuar se për rrjedhoj nuk ka pasur asnjë mundësi për favorizim apo diskriminim të ndonjë kompanie. Ai cilësoi pretendimet e Vlenit si të pavërteta, të pabazuara dhe pa asnjë mbështetje faktike, ndërsa hodhi poshtë edhe akuzat se veprimet e tij kanë rrezikuar sigurinë e qytetarëve. Sipas Rustemit, siguria ka qenë prioritet në çdo vendim gjatë mandatit të tij.
Ish drejtori akuzon Blenin për përdorim politik të çështjes dhe përhapjes së dezinformatave, ndërsa i fton publikisht përfaqësuesit e koalicionit të paraqesin prova për akuzat e tyre ose në të kundërtën të kërkojnë falje publike. Ai thekson se debati politik duhet të bazohet në fakte dhe jo në pretendime të pabazuara. Nga nesër deri të mërkurën, Maqedonia e Veriut do të jetë në ndikimin e një cikloni që vjen nga Turqia me reshje shiu, bubullima, erë të fortë dhe breshër. Të njëjtën priten vetëm reshje të izoluara, ndërsa nga e premtja moti do të stabilizohet dhe do të jetë kryesisht me diell e i ngrohtë me temperatura mbi 30 gradë Celsius. Një ciklon që vjen nga Turqia do të sjellë shi, breshër dhe bubullima në të gjithë territorin e Maqedonisë së Veriut. Drejtoria për punë hidrometeorologjike informoi se të martën dhe të mërkurën do të ketë vranësira të paqëndrueshme, të shoqëruara me shi, bubullima dhe erë të përforcuar. Lokalisht, proceset do të jenë më intensive, me reshje më të dendura shiu, erë të fortë dhe paraqitje të breshërit. Nga drejtoria sqarojnë se të njëjtën do të ketë paraqitje të izoluara të motit të paqëndrueshëm me reshje të rrëmbyeshme shiu dhe bubullima, ndërsa nga e premtja pason një periudhë me mot kryesisht me diell dhe më të ngrohtë, kur temperaturat ditore kudo do të jenë mbi 30 gradë Celsius. Në Shkup, gjatë ditëve në vijim, do të vazhdojmë moti i ngrohtë, por në orët e pasdites, në disa pjesë të Luginës do të ketë zhvillim të vranësirave të paqëndrueshme, të shoqëruara me shi, bubullima dhe erë të përforcuar veriore, të cilat përkohësisht mund të marrin formën e një stuhie. Drejtoria rekomandon që në rast të paraqitjes së shkarkimeve elektrike ose rufeve, të mos qëndrohet në hapësira të hapura dhe në pemë të vetmuara. Ditën e sotme do të mbahet protesta e 23 radhazi e qytetarëve të cilët kërkojnë largimin e kryeministrit Edi Rama. Mbrëm pas marshimit kilometrik në rrugët e Tiranës, qytetarët kanë vendosur të qëndrojnë sërish para kryeministrisë, ku edhe kanë kaluar natën. Protestuesit vijojnë rezistencën dhe paralajmërojnë se nuk do të tërhiqen deri në largimin e Edi Ramës. Me thirrjet Rama jep dorëheqjen, Shqipëria e shqiptarëve, Shqipëria nuk shitet, mira qytetarë dalin në sheshe dhe rrugë dhe kërkojnë largimin e kryeministrit Edi Rama, por edhe të gjithë klasës së vjetër politike. Prokuroria Speciale e Republikës Kosovës ka paralajmëruar se së shpejti do të ngritet aktakuz me emrat e autorëve të sulmit mbi familjen Jashari në Prekaz gjatë marsit të vitit 1998. Nga sulmi 5, 6 dhe 7 marsit në Prekaz gjatë vitit 1998 mbi familjen Jashari, mbetën 55 të vrarë, 22 prej të cilëve familjarë të ngushtë të komandantit legjendar Adem Jashari, i cili prej kohësh ishte bërtësakja aparatit shtetëror serb. Prokuroria Speciale e Kosovës nuk ka ndarë shumë detaje rreth kësaj çështjeje, por vetëm ka paralajmëruar se ky rast është duke u trajtuar me prioritet dhe së shpejti do të finalizohet me ngritjen e aktakuzës. Paralajmërimin për ngritjen e aktakuzës për sulmin ndaj familjes Jashari e kanë mirëpritur nën organizatën e veteranëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, por kanë konsideruar se është dashur të bëhet vite më parë. Hetimi i krimeve të luftës ishte në dorë të misioneve të huaja ndërkombëtare në Kosovë, ndërsa nga viti 2018 kompetencat kanë kaluar tek Prokuroria Speciale e Kosovës, e cila ka departamentin e veçantë për hetimin e tyre. Bisedimet mes Iranit dhe SBA-s në Zvicër përfunduan sot me disa marrëveshje që synojnë për shpejtimin e negociatave drejt një marrëveshje përfundimtare në përputhje me memorandumin e mirëkuptimit të Islamabadit. Takimi i ndërmjetësuar nga Katari dhe Pakistani u zhvillua në një atmosferë pozitive dhe konstruktive, sipas deklaratës së përbashkët të ndërmjetësuesve. Pikat kryesore të dakorduara gjatë takimit 18 orësh janë
Krijimi i komisionit të nivelit të lartë për mbikëqyrjen e politike të procesit të negociatave, formimi i grupeve të punës për çështjet bërthamore, sanksionet, monitorimin dhe zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, si dhe zbatimin e marrëveshjes. Miratimi një dhurrëthyesi 60 ditor për arritjen e një marrëveshje përfundimtare. Vazhdimi i bisedimeve teknike gjatë javës në Burgenstock për çështjet e mbetura të hapura. Hapja e një kanali komunikimi për ngushticën e Hormuzit për të parandaluar incidente dhe për të garantuar kalimin e sigurt të anijeve tregtare. Krijimi një mekanizmi dekonflikti për Libanin për monitorimin e respektimit të ndërprerjes së operacioneve ushtarake. Kryeministri Britanik, Keir Starmer, ka njoftuar se ka dhënë dorëheqje nga posti i kryeministrit të Mbretërisë së Bashkuar dhe nga drejtimi i Partisë Laboriste. Para shpalljes së dorëheqjes, Starmer deklaroi se kishte trashëguar një parti laboriste që sipas tij ishte politikisht, financiarisht dhe moralisht e falimentuar. Ai tha se ishte përsëritur vazhdimisht se partia ishte e mbaruar, por theksoi se ai ka provuar këta njerëz gabim. Ai shtoi se gjatë udhëheqjes së tij ka ndryshuar partinë duke çrrënjosur helmin e antisemitizmit dhe duke rikthyer besimin në ekonomi, mbrojtje dhe siguri kombëtare. Starmer bëri të ditur se ka informuar edhe mbretin për vendimin e tij dhe se ka kërkuar nga Komiteti Ekzekutiv Kombëtar i Partisë Laboriste të përcaktojë një afat për zgjedhjen e liderit të ri, me nominime që do të hapen më 9 korrik dhe procesin që pritet të përfundojë para pushimit veror të parlamentit. Starmer u zotua gjithashtu për një tranzicion të rregullt të pushtetit dhe tha se do ta mbështesë plotësisht pasardhësin e tij. Ai shtoi se udhëheci i ri do të trashëgojë një Britani më të fortë dhe më të drejtë se 2 vite më parë. Shikues të nderuar, kjo ishte gjitha për këtë edicion informativ. Ju falenderoj që na ndoqët, mirupafshim.